ndaj mbretët, I cili atë shumë që ka ndëru presidenten tonë, ja ka dhënë një titull që prej që është mbret, askush atë titull nuk e ka marrë. Cili? Datin Leila. Është një prej titullave të Çfarë do të thonë shef? sikur ajo do të thonë titull që një kanë dhënë kontribut atje, sikur më ia dhënë dikujt titullin Adem Jashari. Bravo, Ja ka bravo, dhënë bravo. Jos Osmanit. Hoxh, I ke marrë dhe dominjuj aty. Po, jo në disa po kam qeftu. Ja, s'ka qef këtu. Këtu s'ka rënë Kjo është qefi një do domethënë prej universitetit. Sukseset do të po. Kjo është për universitetit. Ka kamera mësesh po. Po, është një minjohje. Për shkak jam minjuj. Kjo është për ligjëratën domethënë për Kosovën që kumbojt atje të kontributin e Do Bruneit. shkruan që ke marrë ligjëratën për Kosovën. Po, për Kosovën normal. Bravo. Kjo është një, ndërsa kjo tjetra që është edhe më kryesore, domethënë është një libër që e kanë botu ish ambasadorët, tash ata në penzion, edhe thot The Journey from Subok, pra Subok është Ministria e Punëve të Jashtme, ku gjithçka çau thon jashtë shtetit, fillojnë ambasador për kësaj ndërtesë që unë këshillaj edhe qeveritare tonë që Ministria e Punëve të Jashtme ta ketë një vend ku duket si të vinë domethënë vizitorët nga jashtë me po domethënë që ka rol. Ne këtu është ambasadorja e parë grua që ka qenë në Francë, Haxha Mastrajna, e cila është në këtë fotografi, dhe kjo është gruaja e parë e Bruneit që ka qenë ambasadore, ku I keni këtu fotografitë e saj me Jacques Chirac e me të tjerët. Kjo është shumë këtu për Kosovën, tregon çfarë rreziku ka qenë vitin 2000, ku kanon me inspektu vendin dhe çfarë ka nevojë. Edhe ka shku dhe ma ka dediku ditën që në aeroport, edhe këtu do më thoni ka thonë këtu fjalë, Imam Fejm Dragusha, I am pleased to have met you, jam e lumtur që të kam njoft. I appreciate the work you are doing for the Muslim community. Admiroj domethënë punën që bëni për Komunitetin Musliman e Kosovë and your work to maintain the good relation between Brunei Darussalam and Republic of Kosovo. Dhe gjithashtu edhe kontributin dhe mundin që jap për mi mbajtur këtë relacion dhe këtë lidhje dhe këtë urë në mes të Bruneit dhe Republikës së Kosovës. Bravo, bravo. Prandaj nuk ka fakt me ardh domethënë këta me na përcjell. Unë kam qenë thjesht në formë private, po ka qenë një pritje marrëdhështore që kam dëshirë. Apo ma premtoni diçka. Po. Nëse mund është hera tjera kur shkesh pak të një ligjërat me pas me veshje kombëtare. Atje. Po. Pas një problem. Bile mundem me qitë regjien se mundet me qitë aty. Po, problem. Kemi kërku prej një zyrtare atje që me të bosh Shqiponin e Brunei, edhe besoj që do ta gjej fotografinë me Shqiponje. Nëse kemi rujt aty në WhatsApp ja kemi dërgu, po nuk e paska. Shkore si se e morë kështu. Edhe ata kanë qenë kurreshtor me di se çfarë simbolizon Shqiponia. A ja kemi shpjegu çka do të thonë? Ja kemi qu flamurin, ju kemi qu libra, me një fjalë, diplomacia nuk mbahet vetëm nga ministrit, po mund të bëhet edhe nga studentët, edhe nga hoxhallarët, edhe nga priftrinjet. E kemi thonë so herë. Në të kaluarën, gjithherë kanë qenë klerikët, priftrin, hoxhallar që kanë bërë këtë vend gjallë. Jo me përço. Gjithherë kanë qenë element bashkues. Sepse qenurit katolik nuk do të thonë që je më shumë shqiptar, ose qenurit musliman nuk do të thonë që je më shumë shqiptar. Shqiptar do të thonë bën kur ti e dëshmon ato me vepra dhe me punë. Po sonte me që është festa e 20 nëntorit I thonë më herët kur dolmi prej aeroportit më konë të bashku. Atë pengon sonte me qenë të bashku më dhe me lëvizjen e Deçanit? Po shiqove, unë po them kjo është një lëvizje që përderisa kanë qëllim veç më bu katolik. Janë të mirë se ardhur. Çdo herë. Ama jo me qitë veten sikur janë të rrezikuar nga muslimanët në Kosovë. Sepse neve s'na ka pru kërkush këtu. Ne jemi dem babadem këtë vend, disa kanë zgjedhur me besu domethënë, me praktiku fen katolike, disa fen islame, ata janë vëllezër tonë. Dhe na prap I ftojmë që le të kthehen te burimi, ku është feja domethënë e Muhamedit alayhis salam, sepse na e besojmë Jezu Krishtin si të dërguar të Zotit dhe asnjëherë shqiptarët nuk kanë pas luftë për shkak fesë. Unë vetëm këtë mesazh ja bëj. Nëse bëhesh katolik nuk je bë më shumë shqiptar. Po as musliman nëse bëhesh nuk je bë më shumë. Jo, kemi thonë, sa I përket mesazhit tim drejtuar politikanëve, le të lënë zënkat, le të lobojnë që Kosova të lidhet se domethënë nga shtetet e më shumta. Ndërsa lëvizja e Deçanit nëse dëshirojnë, askush nuk I pengon. Le ta vazhdojnë aktivitetin e tyre, po jo me I linçu muslimanët, jo me na paraqit neve si arab, se na pas me luftu për me pru arabët këtu. Jo, ti si arab, ti pas ka orë me veshje kombëtare sonte. Po në vise. Videria të pengon se kam edhe brellën në sonte. S'është problema ai. Unë për vete jam krenar që jam shqiptar se Zoti ka dorë me më kriju mua në këtë vend. Bravo, do të Edhe atë mjaftonin, edhe të tjerët. E vërtet, po atë pengon sonte, domethënë vjen ekskluzivisht edhe nga të Brunei që aty jeton. Je konë me një debat më herët me ta, është Enver Quç, ai është profesor, ai jeton në Australi, sonte ka shpreh interesim prapë më konë debat me ty. Mirë se vjen. A e ftoj? Me neve sonte është Enver Quç, ai John
Quçaj, me dorë trokitje. Më nëmë më se erdhe. Ma, Faleminderit shumë që erdhe. më njërë si ushi, të bandit. Ai e bërë furë, si. Të Po që